prokurori përgjithshëm i cili duhet të jetë kryesori në zbatimin e ligjshmërisë së vendit, është kukull. Ja kanë heqë të gjitha kompetencat. Unë nuk e mbroj atë si person, se e dini ju vetë ato qëllimet e mia ndaj tij. Po ama unë s'mund të them se ka kompetenca. Ata e kanë heqë nga çdo gjë. Ky tjetri thotë, e arrestuan, thotë. Ka keq ishte ajo që bë. Keq ishte. Kush të fengoi ti të hapish çështje penale ndaj tyre që i bën ata Ilermec? Kush e fengoi? Është ish president ai. Është nga ata student që në 90-ën kërkoi publikisht pluralizmin. Që është të vërteta. Ka qenë kryeministër, ka qenë kryetar parlamenti. Çfarë pengese kishe ti të vesh para ligjit ata që krijuan atë? Jo. Çfarë pengese kanë për prokurorin që i arrestojnë në sallën e gjyqit, e arrestoi avokatin e të pandeurit?